lufta e madhe është kundër islamit, jo. Kërkush nuk lufton islamin sot. Për ka luftojnë hoxhallarët. Përse bashkë hoxhallarët? Se lidhja e islamit me xhamatin është sot nëpërmjet hoxhallarëve. Sot ne nuk kemi sahabe, as pejgamber. Kaj kemi hoxhallarët. Këta folin, këta shkruajnë. Për ata sulmi madh, miliarda dollar harxhohen, deviza. Vetëm e vetëm ta shputin imamin për xhamatin. Callin imam. Çai thot që tret në Kur'an dhe në Sunet. Ai që tret në Kur'an dhe në Sunet, jo në bidate, jo pashallah, jo. Pra lufta më e madhe, por a do të arrijnë sukses? Asnjëherë. Sepse ka vu dorë Allahu xheleshanuhu. Unë e thash bisodova në me hoxhën. Ngështaj, e dini kujt i thon ngështaj? Qestene, dajde? E kemi pas në borin e shtëpisë 4 metra e gjanë. Ashtu e madhe, gigant. 20 metra e lartë. E kam mbyll gjishi. E ju afrova i tham, sa vjet i kje? Ta 120 vjet. Bisedoj me ata. Në gjuhën e gështajec. Ta i kam 120 vjet. Ta shqike jetu. 4 stina. Pranvera ka kalu majtej me ernat forta. Vera me nxeftin, temperaturat larta. Vjeshta me shira. Dimri me ftofta me akullnaja. Ta rajet i kam të forta, thella, edhe degat për pjetë kam dhamë bereqet gjdo vjet me izen Allahu Gjeleshanu. Ngështaj e kështu mu paraqit. E pita islamin, sa vjet i kje? Ta jam para Hajit e Ademit. Bile para gjinve. Për kur është? Po dini Allahut është, dini Allahut. Tash që ke jetu deri tash? Ku majtej kanë kalu Babilonasit, Asirianët, Faraonët, Osmanlit, Tito, Lazar Kuleshevski, e nësot demokraci, nuk o demokraci, demokraci. S'ka demokraci, Allah është jetoa. To e demokraci. Inna nahnu nezilne dhikra wa inna lehu la hafidhun. Ne kemi zbit këtë fe, ne do të harrojmë, deri në kiametin. Pra, ju do të vini të hoxha, ka një fjalë, mere për këto qohet e shpijer, qohet, kjo është me regjeti vallaj. Pra, alhamdulillah, thëmë që vazhdoni kështone të arrit një numrin. Sot keni ardhë vetë, mërenda një vjetit, unë thëmë, mërenda një vjetit, bere babë, bere vlau, bere në shoqen, ka mësim edhe për gratë, alhamdulillah, nurën ala nur, pashallah, kjo është edhe dritë, po mund bëjtë në azab, se vapronë Allah i gjeson, na që ka thët një fjalë, me një muhal që ka një hoqë, e ne ka një gjahil, imami nuk shkon të mësoj e ka të përgjigjet, gjunafi që bajri ka ba, e ne me një muhal që ka një pasanik, një fukara, s'ka dëpërtu islami atej, po qka zingini dhe të shkojt e fukaraje, lips, kush është lips? Fukaraja për zingini. Jo, zingini. Ajde të kërkuj dherë të qitetit ku ka nevoj. Të gjamia më lidhem fukara? Jo. Tej atë që i ke kushin, shko qoja një 10 metre dru. Qoja një 10 thash me majrë. E jo më një dinar, e jep një dinar të gjamaj Allah i kabul. Nuk i thot aje, ki i thot Allah i kabul. Me 10 dinar? Jo, pashallah. I thot majtan, me në pojt dukushe. Në kofë që kjo dënja, është pi altani, por kratkoje. Ahireti o pi teneqës, ama dolgoje, bez kraj. Cëllën do të zgjedish? A këtë dënja apo ahiretin? Ahiretin? Si të ahiretin? Me qka? Me qka vëllaj? Sa pun duhet? Sa pun duhet? Pra, po me thanë kështune, me kanë ahireti pi altanit, edhe dugurëqën, e kjo dënja e pi teneqe, kratko, vallaj prapë e gjedhin këtë dënja. Ja, subhanallah, la ilaha. Allah, ja Rabbi na uzoft, ja Rabbi l'alemin. Gjithmonë bëni dua, vallaj, elhamdulillah. Elhamdulillah. Pra, nimet më të madh që u ka pru Allahu Gjeleshanuhu, është Hoxha Efendiu. Mos e lini vetë se friget. Edhe, a i thoni shtredhje, i thoni shtredhje ju. Kër e lajmë një tesh, e shtredhim. Pse e shtredhim? Nxerë një pikrejsh këtë dijen.
E mos e lini të marrë me veti, se do vdesim një ditës. Atë se vapin e të marrë. Pra, elhamdulillah, është i ri, ka entuziasm, ka energji, dënë punoje, ama dënë të njerëz. Goj ka, vesh mos kese, gabim është. E në goj të kese, e në vesh në të kese. Allah.